Imagjinoni këtë situatë. Prindrit të rrisin, të mbështesin financiarisht, madje të blejnë edhe shtëpinë ku jeton falas. Dhe në ditën më të rëndësishme të jetës sate në dasëm, vendos të mos i ftosh fare. Kjo histori e vërtet ka tronditur rrjetin dhe ka ngritur një pyetje të madhe. Çfarë ndodh kur një djalë përjashton prindrit nga jeta e tij dhe ata vendosin të reagojnë? Një baba dhe një nën mbetën të shokuar kur mësuan se djali i tyre nuk i kishte ftuar në dasëm. Arsyeja, familja e nusës mendonte se ata nuk ishin mjaftueshëm të mirë për të qenë të pranishëm në ceremoni. Sipas rrëfimit të publikuar në Reddit, babai tregon se ai dhe bashkëshortja i kishin blerë djalit një shtëpi që kur ai ishte student. Për vite me radhë, djali kishte jetuar aty pa paguar asgjë, as qira, as taksa, as mirëmbajtje. Çdo shpenzim ishte mbuluar nga prindrit. Gjithçka ndryshoi ditën kur familjet u mblodhën për herë të parë. Teksa po përgatitej një barbecue, gruaja dhe vajza e babait hynë në shtëpi bashkë me familjen e Krushgjve, por vetëm pak minuta më vonë, ato dolën jashtë, të mërzitura dhe të tronditura. Aty u ishte thënë hapur se nuk ishin të mirë pritur në dasëm. Sipas Krushgjve, ata nuk ishin lloji i tyre i njerëzve dhe prania e tyre do t'i turpronte. Babai u përball me djalin dhe përgjigja ishte edhe më e dhimbshme. Po ishte e vërtet. Djali kishte pranuar kërkesën e familjes së nusës dhe kishte zgjedhur të mos ftonte prindrit e tij. Atëherë ndodhi vendimi që i tronditi të gjithë. Babai nxori në shitje shtëpinë dhe i kërkoi djalit dhe nusës së ardhshme të largoheshin. Që në momentin që nuk na do në jetën e tij të re, nuk mund të vazhdoj të jetoj mbi mundin ton, tha ai. Historia u bë virale dhe mira njerëz në rrjet e mbështetën babain, duke thënë se respekti nuk blihet dhe se familja nuk përjashtohet kur nuk të leverdis. Po ju çfarë mendoni? A veproi drejt babai apo shkoi shumë larg? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të abonoheni për histori që të bëjnë të mendosh.